Në shtëpi, kompjuter, s'ke për të bërë gjë. Po edhe se ke, s'ke për të bërë. Se edhe po e bëre, është sigur se ke bërë. Se edhe po e bëre, fundja, kujt i plasi. Mendo çfarë të duash, lexo çfarë të duash, shiko çfarë të duash. Fol me ndonjë shok, fli pak, rri pa gjumë, pastro pak, mendo pak, u lodha, fli edhe një, dëgjoj pak muzikë, sa ditë të çuditshme. A thua thria e Atlas janë alien? A me tonë se do vinë këtu do në bombardojnë? Unë s'dua të vdes, kam shumë gjëra për mos të bërë. Rrudha janë këto. Një fjesharacën më kanë dalë dhe thinja. Jam 33 vjeç. Qëse jetoj deri në 70, edhe sa vite jetë më kanë betur? 70 minus 33 baras me 37. Edhe 37 vite të tjera për të bërë gjërat që s'po i bëj dot. Deri atëherë i kam bërë. U lodha, po ja fus gjumit prap. Qa jete? Thonë që njeriu kalon 26 vjet të jetës të tij duke fjetur. 37 minus 26 baras me 11. Edhe 11 vite të tjera për të bërë gjërat që s'po i bëj dot. Deri atëherë i kam bërë. Vdiqa nga shura. Thonë që njeriu kalon 1 vit e gjysmë të jetës të tij në banjo. 11 minus 1 vit e gjysmë baras me 9 vite e gjysmë. Edhe 9 vite e gjysmë të tjera për të bërë gjërat që s'po i bëj dot. Deri atëherë i kam bërë. Po në radhë të parë, s'kam pyetur veten nëse dua t'i bëj. Fundja s'më detyron njeri. Vetë ju fute kësaj jetë. Jetoje tani. Derisa të ndërosh jetë. Të ndërosh jetë për 9.5 vjet. Mbase pak më shumë. Do doja të ishin pak më shumë. Por të tjera do t'i kalojnë një gjumë dhe në tualet. Qa jete? Jetë muti dhe jetë shure. Ç'po më bëhet muti? Mut. S'kam letër bythe. Po s'ka gjë, se ne shqiptarët e lajmë bythën. Rrugët i kemi të mbushur me plera, po bythën e kemi të pastër. Edhe jemi krenar për të. Në kundërshtim me amerikanët, që rrugët i kanë të pastra, por bythën me mut. Thonë që një njeri i vetëm prodhon diku te 12.000 kg mut gjatë jetës së tij. Ku shkon gjithë ky mut? Në Tiranë jetojnë pothuajse 1 milion banor. 1 milion herë 12.000 baras me 12 miliard kilogram mut. Dhe këtë e prodhon vetëm Tirana. Ky mut lëviz horizontalisht, por në Tiranë ne e kemi dhe mbi kokë. Përveç lëvizjes së tij horizontale, tani ka dhe lëvizje vertikale. Ku shkon gjithë ky mut? E shkreta lana. Mbase lana prandaj quhet lana, se ka nevojë të lahet me gjithë ky mut dhe plera që i hedhin. Duhet të bëj ato gjëra që s'po i bëj dot. Po si t'i bëj? Kush s'dua t'i bëj? Mbase duhet të punësoj dikoj që t'i bëj për mua. Këtë e bëjnë ata që kanë lek. Po unë s'kam lek. Po pse nuk kam lek? Të numëroj që kam në tavolinën e dhomës. Një tavull, 200 lek. 2 paketa, 600 lek. Kjo që fërkon kokën, 300 lek. Fletore për shërimin, 500 lek. 2 prerëse thonjsh, 400 lek. Syze, 1500 lek. Janë valco, 5 çakmak, 3700 lek. Depon se më dhëm koka, 200 lek. Muskopan se më dhëmin muskuj, 500 lek. Letrat e lagura, 250 lek. Flos për dhëmbët, 500 lek. Thik multifunksionale, kjo është dhurat. Sony FX30, 1.400.000 lek. 5 lente, 1.510.000 lek. Një kapak Fanta. Fanta kushton 1.000 lek, por ato e kam pirë. Edhe një hudhër se mami thot më hanë me sy. Nëse i shes të gjitha këto mund të bëj disa lek për të punësuar një njeri që të më bëj punët. Por mbase prandaj s'kam lek, se kam bler gjithë këto gjëra. Koha kalon Kriks, nuk e ka të merresh me budalliqe. Po mendoja për ngjallat, dhe se si ato nuk kanë organe gjenitale. Si lindin ngjallat më plak? Duhet me patjetër të bëj gjërat që s'dua të bëj. Po s'di nga t'ja nis. Okej. Do filloj edhe njërë nga e para. Në shtëpi, kompjuter. Këtë herë ke për të bërë diçka. Këtë herë ha mut, se s'ke për të bërë asgjë. 9.5 vjet më kanë betur fundja. Jam shumë pak për të bërë gjëra që s'do t'i bësh.